viti 2025 në përgjithësi ka qenë një vit shumë i rëndësishëm për mu, se këtë vit kam mbush moshën 18 vjetë, kam diplomu prej shkollës mesme, kam marrë lejen e kerrit, jam pranu në fakultet, ka ndodhur plot sene, po kanë qenë 2 momente kryesore që jam një mas krenare. Një prej tyne është kur kam fitu projektin për filmin tim të parë, edhe momenti i dytë ka qenë kur e kam fitu bursën Lulzojnë e Tokës, e ojës e Tokës. Ka qenë moment shumë i mirë për mua se e kam prej që puna jeme që e kam bërë gjatë këtyne viteve, më në fund mu ka vlerësu me një bursë shumë të mirë. Unë studioj arkitekturë, edhe kjo fushë për mua është shumë e rëndësishme se unë nuk e shoh arkitekturën vetëm si ndërtimtari, por e shoh edhe si mënyrë qysh me shpreh historinë tonë, kulturën tonë, mënyrën se si njerëz jetojnë këto. Arkitektura është ajo që frymëson qysh ne lëvizim, qysh mjedisi jonë funksionon e shumë tjera, e për Kosovë, një shtet që e ka pas një histori shumë të rëndë, është shumë e rëndësishme që na me shpreh ato përmes objekteve tona që janë dëmtu, me munu veç me një farë mënyre që gjeneratat e ardhshme me pas objekte, hapësira, ku mundën me qëndru, me lujt, me zhvillu ideja të reja, e shpresoj që unë me kolegët e mi kemi mujt me arrit këtë punë. Unë jam shumë falenderuese që e kom fitu bursën, edhe me u përzgjedh prej 1000 personave ka qenë një sen shumë i mirë, pse mendoj që e kam fitu bursën është se gjatë gjithë jetës time unë kam qenë angazhume, kam qenë presidente e klubit Interact në mileniumin e tretë, ku kemi çu dhurata për çdo vit 100 dhuratat e fëmijë që nuk kam pas. Kemi ndihmu qajt, kemi ndihmu pleqshët, kemi ndihmu gjithëkënd përkushtimi dhe puna ime për pjesën vullnetare ka qenë një pjesë kryesore pse unë e kam fitu bursën. Për disa, puna vullnetare mundet me qenë pak e vështirë, se ti po bën shumë punë, po në njëjtën kohë nuk je tu pagu ose tu mendojnë që nuk je tu përfitu kurrë prej sajna. Po, si pas meje, ti përfiton shumë ma shumë, mas pari veç buzëqeshjet që i sheh për njerëzve që jetu i një mu që nështa e kanë shumë ma vështirë. I vlerësoj shumë ma shumë se vlera monetare, po ashtu njerëz që i takon gjatë rrugtimit vullnetarizmit të hapën dyrë të reja, si për shembull takimi me Tokën, ose tashone që jam në klubin Rotaract, kemi taku klube prej Hawait, prej Italis, prej Amerikës, për gjithë botës që kanë ardhur me na vizitu, edhe është puna vullnetare për mua është veç një punë që t'i hap dyert me këtë botën. Për bursistë e ardhshëm, ose veç aplikantët që kanë me apliku për bursë, ju kisha thënë aplikoni gjithçysh, është një bursë shumë e këndshme, shumë e mirë, është mënyrë se si ka me u vlerësu puna që ju i keni bërë gjatë këtyne viteve. Jam shumë krenare për ata që do të fitojnë bursën e ardhshme.